Pretendimi i LSDM-s se familja e kryeministrit Mickoski udhëtoi për në Kroaci me një aeroplan qeveritar është lajm i rrem. Kështu kanë njoftuar përmes një komunikate me shkrim nga qeveria. Ata shprehen duke thënë se pretendimi i LSDM-s se familja e kryeministrit Hristijan Mickoski udhëtoi për në Split të Kroacisë është lajm i rrem. Avioni zyrtar 20 vjeçar, siç thon ata, është përdorur ekskluzivisht nga kryeministri Mickoski, pa shoqërim familjar për nevojat e tij dhe në një periudhë prej 2 vitesh vetëm për 4 udhëtime në lagje. Ata e vlerësojnë sjelljen e LSDM-s dhe të liderit Venko Filipçe hipokrite dhe njëkohësisht apelojnë që informacioni që vjen nga kjo parti të merret me shumë kujdes për shkak të qëllimeve të saj spekulative. Sjellja e LSDM-s edhe liderit e Venko Filipçe, i cili në diskutime të mbyllura bie dakord për blerjen e një aeroplani të ri qeveritar dhe në publik e kritikon plotësisht atë, është hipokrite. Derisa LSDM dhe Venko të arrinë një marrëveshje mes tyre, apelojmë që informacioni që vjen nga kjo parti të merret me shumë kujdes për shkak të qëllimeve të saj spekulative. Ndërkaq, nga ana tjetër ka reaguar antari i bordit ekzekutiv të LSDM-s, Andrej Zhernovski, ku thotë se ende nuk kanë marrë përgjigje, ndaj vazhdon dhe kërkon përgjigjen se kush janë pasagerët në aeroplanin qeveritar së bashku me kryeministrin Mickoski. Wczoraj mamy dokaz. Kjo ishte një nga temat për të cilën dje, si dhe për shumë temat të tjera, nuk morën përgjigje dhe një mundësi e shkëlqyer. Faleminderit, sepse me këtë pyetje mund të bëjmë një pyetje thelbësore. Nëse është kështu, LSDM-ja pra qytetarët po kërkojnë përgjigjen se kush janë pasagerët në aeroplanin qeveritar së bashku me kryeministrin Mickoski. Kujtojmë se LSDM tashmë disa ditë po akuzon kryeministrin se ka përdorur avionin qeveritar për udhëtime private. Sipas të dhënave të publikuara disa ditë më parë në media, nga qershori i vitit 2024 deri në dhjetor në 2025, 3 herë ka shfrytëzuar avionin qeveritar. Ndërkaq, në lidhje me udhëtimin në Kroaci, Mickoski tha dje se ka përdorur avionin qeveritar verën e kaluar, kur është kthyer nga pushimi në Split, pasi e kishte humbur fluturimin e kompanisë ajrore Kroaci, ndërsa të nesërmen kishte obligime të panegociueshme në Shkup.